Mësoni sa më mirë që të mundur 1 ose 2 platforma në fillim. Për shembull, në rrugtimin tim i kam dhënë një fokus më të madh në fillim YouTube-it, pastaj Instagramit. Dhe tani unë po përpiqem që të dyja këto platforma ti zotroj sa më mirë dhe të dominoj sa më shumë të jetë e mundur me përmbajtjen time për kategorinë e audiencës të cilës unë i flas. Dhe arsyeja në fakt është shumë e lehtë. Nuk e di nëse keni dëgjuar termin burnout, po vjen një moment që lodhesh dhe nuk mund të bësh dot të gjitha, sepse edhe platformat, mënyra se si funksionojnë, kanë audienca të ndryshme. Unë për shembull provova të postoj edhe në TikTok, por arrita të kuptoj që ky platformë në fakt thjesht nuk është për mua, nuk më pëlqen fare të postoj. Ndoshta mund ta provoj sërish më vonë, pasi të ndihem më mirë dhe sikur po postoj mjaftueshëm për mbajtje dhe po jam konsistente mjaftueshëm me Instagramin dhe me YouTube-in, ndoshta do t'i rikthehem edhe TikTokut, por për momentin ndihem më mirë nëse unë përdor vetëm këto 2 platforma. Dhe do ju sugjeroja të njëjtën gjë. Zgjidhni 1 ose 2 platforma dhe përpiqeni që t'i zotroni sa më mirë dhe më pas mund të konsideroni që të kaloni dhe të shtrini prezencën tuaj edhe në platforma të tjera për të shtuar trafikun dhe si rrjedhoj për të shtuar edhe shitjet.